أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد الكاملين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمسلمين. صدق الله العظيم. Falënderim të dhënë Allahu xhalla shanuhu. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Udhëzues veç Allahu, drejtues veç Allahu, orientues veç Allahu, i cili i nxjerr njerëzit nga errësira në dritë. Drita Allahu, nurun ala nur, dritë për mi dritë. Dritë e cila nuk mund të vlenë në shqitore, apo në dyshane. Dritë e cila blehet vetëm nuk e lecu Kur'anin. Është një evolucion i brendshëm që pajisë robin me dritë, me dijet Allahut. Dhe pikërisht të lexova një jetë kuranor vëllezër të nderuar besimtarë. Që thot Allahu në Kur'an: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ." Dhe ne kemi zbrit pra Kur'anin tibyanan likulli shay. Sqarues zgjidhje për çdo send. Dhe ky Kur'an, që është huda, që është bushra, që është furkan, që është dallues i zvërtetës nga e kota, është ilaç, është zgjidhje për besimdrejtit dhe për besimtarët. Që na vjen të nderuar besimtarë këtu në xhami Ferizaj, në qendër Ferizaj, në Ferizaj, qytetin e Ferizaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unë sot nuk kam marrë në temë ku me ditë shka për me sqaruar për para jush. Pra nuk kam marrë në temë të veçantë, sepse për çka dush me fol, ka çka dush me fol. Se s'kem hallë dhe probleme për me fol, ka sa dush. Por mund të të flasë për një gjë që është shumë me rëndësi dhe me vlerë, pa të cilën robi nuk mund të grihet me fal namaz, pa të cilën robi nuk jep zekat dhe nuk jep për mu ndërtu xhamit apo për mu ndërtu medreset, fakultetet apo mu ndërtu personalitetet dhe njerëzit për me ecë rrugën e Zotit që dëshon. Që është fjala për zekatin, për haxhin, për agjërimin, për të gjitha. Siç e prezantoi edhe hoxha i Ibrahim Imam Hoxha Berisha, ligjëratat e mia i gjeni këtu në internet, sepse bota është një botë e vogël, është zvogëlu. Pse është zvogëlu bota? Se ti komunësh me po njëri në atje ku është namëri, Zeland, Reja, Afrika, kontinent, këtë tjetër komunësh me po duke prediku Islamin, duke ligjëru Islamin për të mirën e individit. Pse? Islami është një nështrim pasor i robit Allah, pra i krijesës ndaj krijuesit, ndaj Allahut xhalla shanu. Andaj nëse të dashur, unë do t'ju flas në lidhje me një ajet kuranor, ku Allahu xhalla shanu ka thënë këtë ajet kuranor: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ." Unë nuk I kam krijuar gjinën dhe njerëzit për tjetër, vetëse të më adhurojnë mua. Adhurimi është çështje e madhe,
Shumë çështje. Si shkak i adhurimit njëri mundet me shkue në xhenet ose në xhenem. Qysh më shkoj njëri në xhenet e qysh xhenem? Kiramen katibin. Ka dy ande pra, ai që shkruan punë, do të thonë që janë punë e këqija, po dhe punë të mira, dy melorë që dy pra. A mund të na më shef Allahu edhe të kemi dy pra që dy pra, jo kurs po na shef. Çdo punë, çdo sen regjistrohet. Pra adhurimi ka shkak të çuar, ose në zjarr xhenimit, ose në xhennet. Xhennetul Firdaus inshallah. E çka është adhurimi? Adhurimi është pete adhurimi më i vogël, e dete më i madhe. Adhurimi është të thonë Allahu Ekber. Zoti është më i madh. E jo me thonë vorri është më i madh. As fotografia apo film kontore apo aktori i filmave. Apo media Ekber, du të me thonë, po Allahu Ekber. Çka është media? Është televizori, është gazeta, është radio, manipulus, instrumentalizus i mendjes njerëzore. Si po manipulohet pra mendjen njerëzore? Televizion e qetë ato tu ja hip kryven, tu e vra, tu i thonë drog, tu pi alkohol, tu vra, tu bo prostitucion tona. Fëmija e vogël, pa pjekur ende dhe pa formuluar ende si fëmijë. Po merë mësim, pe asoj, pe ati ekrani, sa të pojë që sa centimetra nuk i njësë sa është, por të masia pa kërëci, po të masia, po të këndërqitja që e godet, mendjen e fëmijës ende të pa formuar dhe ende të pa pjekur. Dhe bon ato me adhuru filon kombëtari, me adhuru filon preparati droge apo putadion. Pra e adhuron ato fuqishme. Pse se vjen ndikimin e drogave, alkoolit, prostitucionit apo vetive të ndryshme që praçinen pra nesh. Andaj nëse besimtar, adhurimi është çështje shumë e madhe. Adhurimi është çështje shumë e madhe. Nëse robi adhuron Allahun që shduhet, atëherë Allahu qenë depo të riskut. Allahu qenë udhëzuesin, hudemit muttaqin. Ky Kur'an është udhëzues për muttaqin, po me arritje të muttaqin, po muttaqin do të thonë muslim, masnaj mu'min, masnaj muttaqin e këtij me vao, pra pos gradave. E çu arrin këto grada? Këto grada arrin me punë. Jo punë për me të po njerëzit, po me të po Allah, krijuesi suprem, formuesi i ligjeve, formuesi i kushtetutave, formuesi i neneve, Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesi i planetit tonë, krijuesi i kësaj toke, krijuesi i yjeve, krijuesi i planeteve, Allahu xhalla shanuhu, krijuesi i shpirtit tonë, ai që jep jetë, por ai që jep vdekje, është Allahu xhalla shanuhu. Huwa alladhi la ilaha illa Allah, Allahu akbar. Pra ai është Allahu që duhet të nështru, ai është Allahu që duhet të adhuru. Dhe kush kupton që kjo fjalë Allah jetë më e larta, është rrugën e Zotit të madhëruar. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe këto janë mësimet e Allahut në Kur'an që thotë ja ayyuhalladhina amanu atiiu Allaha wa atiiu Rasul. Pra bindeni Allahut dhe bindeni dërguarit. Nuk po thotë më mbi nga mutës. Nuk po thotë më mbi kryqit as ndoj elementi fizik apo ndoj planeti qiellor, as civilizimit maja, as teka toltere, çka janë ato civilizime që është parashojnë fundin e botës së 12-të, sipas mendimeve të tyre. Allahu e din ku është katrën këtë botë, sepse ai është krijuesi. Dhe shajnet e kiametit janë pra botën bazë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat ja ka treguar Allahu, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet për mendjes së tij. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet hawa, nuk flet navu, po flet vetëm për asaj që është inspiruar dhe shpall pe anës Allahu xhalla shanu. Kjo është udhëzimi i Allahut te bareke ve teala. Jo prova që çoj njerëzit deri për rrasë. Unë lexova një artikull gazete
që thoshte mira pacient paraqiten në NASA, nga ajo e një pra NASA që parashikon planetet dhe astronomi, thotë mira njerëz, në tjera njerëz paraqiten për me bëvë vetrasi kitë se do të bëhet kiameti, ty me duhet. Allahu e dinë se kur do të bëhet kiameti, dheni këto pralla, dheni se i mund njerëz të qafë, i mund njerëz të qafë me pralla dhe me legjenda dhe me sende të kota, duke janë instrumentalizuar mendet të rive dhe duke qenë njerëz të rinj në për droga, në për prostitucion, në për vetvrasje, në për mite, në për filma horror, në për të merre, dhe nuk qitet një herë thoni dokumentar islam me pikpamje etike, morale, apo një dokumentar islam shkencor që tregon realitetin e burrave që kanë formuar shtetin islam, të parë burra që kanë formuar kalifitetin islam, siç ka qenë Muhamedi alayhis salam, një ndër figurat me mendikim në botë, një qënë figurat me mendikim në botë, e keni një Michael Harvey, që si një rëdit parin Muhammedin a.s. Jo që është musliman Michael Harvey. Michael Harvey është i krishter, lexon në biografinë e tij, është i krishter, po e ka llogari, e ka rëndit Muhammedin a.s. të parin, e pastaj vazhdojnë tjerë, vazhdanisa, vazhdojnë Buda e tjerë personalitete në histori e civilizimit dhe zhvillimit botror. Pra kjo ka qenë Muhammedi a.s. që ne duhet marrim shembull, po ka qenë një ndër adhurues pa dhejt Allah, edhe pse është garantuar xhenetin gjatë tij. I është garantuar xheneti. Po jam treguar edhe një rast të Umerit radhiyallahu anhu, i cili ka qenë ashabe që kanë ndajë krah për krah me pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Një rast që në vërtet tregon ikhlasin e tij, sinqeritetin e tij. Ka shkuar ka marrë vesh që ka qenë një njeri që Allahu Tebaraka ve Teala ja ka pranuar duan. Edhe ju e dini shumë mirë se Umeri në gjallë tij ka qenë i përgëzuar në xhenet. Pra, i kanë thënë në atë kohë pra që Ebu Bekër në xhenet, Umer në xhenet, pra në gjallë tij kanë fituar xhenetin, pra janë përgëzuar dhe në xhenet. Mirë po shikoni sinqeritetin. Merë vesh që një njëri dikun në mëndësia që në i pranuat doaja. Allahu ja pranuat doa në të njëri. Dhe shkon atje në mëndësi për me takuat njëri Umeri. Edhe i thot këti njëri Umeri pra, prisi besimtarve, kalifja i muslimanve, prej kulefuat në shëndime, i thot, bëni dua Allahu, që Allahu me mështi mu në gjenet. Mështimu në gjenet. I përkësum në gjenet, po i thot ati, bëni dua Allah, me mështimu në gjenet. Shikani pra, jo që ka qenë mos besus që ka me në gjenet, se ata se me ame o atana, do me thonë ata kanë dëgju pra dhe jënë bindë, se ata në konë burat dhej në historinë e njërshtimit. Për cilët duhet me shku vëllime, janë shku vëllime, po dhe shkuet edhe vëllime, dhe isha të muajnë fund. Ky planet tokë edhe kjo shoqëri njerëzore. Edhe ka thonë pra bëni dua Allahu me mështimun në xhenet. Shikoni pas sinqeriteti. Po ne, sa i thomi vëllezërve tonë që i kemi në gratë që dinë që janë që falin namaz